هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi dhe na lehtësoi që të ndëgjojmë fjalët e tij. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili rrugën e pendimit dhe faljes e bani lehtë për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'jetojmë disa qaste me një sunet prej suneteve të pejgamberëve të Allahut. Po vlen të thuhet me një sunet të braktisur ku pejgamberët e Allahut vazhdimisht e praktikuan në jetën e përditshme të tyre, edhe pse ata ishin të mbrojtur nga mëkatet dhe gjunat. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'jetojmë disa qaste mbi vlerën dhe dobit e istighfarit, duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban nga ata që vazhdimisht kërkojmë falje dhe gjunjët tona nuk po shojnë nga ky sunet i pejgamberëve të Allahut duke thonë astaghfirullah. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendoni ju gjithë Allahu Azza wa Jall, o ju besimtar, nëse dëshironi që të shpëtoni. Transmeton Qatada, i cili thot Qatada: "Inna hadha al-Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum." Kurani i Kerimi ju njofton me smundjen tuaj dhe me ilaçin tuaj. Kurani i Kerimi na njofton se ku gjendet problemi dhe smuja e njerëzimit dhe ku gjendet ilaçi. Vazhdon Qatada dhe thot: "Fa amma da'ukum fadh-dhunub." Sëmundja më e rëndë që e ka godit birin e Ademit janë mëkatet dhe gjunat. Pra mëkatet dhe gjunat bajnë shkëpuqje mes robit Allahut Azza wa Jall dhe Allahut. Mëkatet dhe gjunat janë ata që stërmbushin gjoksa dhe shpirtat me derte dhe probleme dhe brenga. Mëkatet dhe gjunat janë që e largojnë robin e Allahut Azza wa Jall nga rahmeti, mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Mëkatet dhe gjunat janë ata që e largojnë bereqetin dhe ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Mëkatet dhe gjunat janë të lashat dhe problemet më të mëdhaja të njerëzimit,
prej të Ademi a.s. dhe deri në ditën e gjykimit. E thot Katade, wa amma dawaukum fel istighfar, ilaçin e keni tek istighfari. Sa kemi ndëgju nga njerëz që me vite të një pas njashme kanë qenë të privuar nga evladet, me anë të istighfarit Allahu Azza wa Jall i kanë nderu me evlad. Sa njerëz brenga dhe probleme kanë pas në jetën e përditshme të tyre, vetëm se ditën kur trokitën dirë të qiellit, me anë të istighfarit, praktikuan dhe ringjallën sunetin e pejgamberëve të Allahut. Allahu Azza wa Jall realizoi premtimin që e premtoi për robët e tij duke thonë Kurani Kerim, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ne i tham, kërkoni falje nga ana e Allahut Azza wa Jall, bani istighfar nga se falës më të mirë se Allahu nuk e keni asnjë. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili as-samaa'a 'alaykum midrara. Është ai i cili për shkak të istighfarit dhe kërkimit të faljes zbret pikat e shiut nga qielli. Yursili as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dhe ju pasuron, ju jep pasuri dhe evlad. Sa njerëz na tregojnë se sa gjatë nuk kemi pas evlad, s'kemi lënë derë të mjekut pa trokit, derisa një ditë ndëgjuam një hoxh i cili e lexoi këtë fjalë të Allahut Azza wa Jall dhe i dhan premtim Allahut Azza wa Jall që të mbyllet regjista e adresave të mjekëve dhe të hapet adresa Allahut Azza wa Jall, furnizuesit që furnizon atë që don me gjem dhe atë që don me vajza. Dhe filluam që të bëjmë istaghfirullah, ta pasha Allahun që është një, pas 11 viteve që i ngrejtën dur dhe mjekët, në muajin e parë, ta gruaja ime jetë 7 zane me fëmijë, pasi që lindi fëmiu i parë. Në pastrimin e parë pas lehonis, ta filluam dhe vazhduam me istighfarin. Ngeli gjithashtu gruaja 7 zane dhe më begatoi me fëmiun e ditë. Dhe me fëmiun e tretë, e pastaj i tregon të hoxhës dhe i tha, ta pastaj dëshiruam që të kemi një vajzë, dhe banëm një jetë në zemrët tona që me këtë istighfar, që Allahu Azza wa Jall të na i përmbushe, na i plotësoje dëshirën tonë. Ta pasha Allahun që janë një, ta në muajin e parë, ta posi që kena bën istighfar, ta Allahu Azza wa Jall më ka gëzu me vajzë, 4 fëmijë, pasi që ngrejtën dorë të gjithë mjekët, për shkak se Allahu Azza wa Jall është ai që i premtojnë në Kurani Kerim, ta që nuk e thënë premtimin e tij. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I tham, bani istighfar se Allahu ju fal, dhe atë që Allahu e fal, atë që e pastron dhe duat dhe lutjet e atij Allahu Azza wa Jall i pranon. Kja është imami i ahli sunnetit dhe xhamatit, Imam Ahmed ibn Hanbali, i cili na rrëfen dhe na tregon gjatë udhëtimit të tij, arrin me një vend ku e zën shiu i madh, hin dhe strehohet me një xhami. Tha mirë po, kujdestari i xhamis nuk më la që të pushoj në xhami. Thash Allah, do të kaloj natën të vendi i këpucë. Thau, shkova të vendi i këpucëve në skajnë të xhamis. Mirë po me gjithata, tha kujdestari i xhamis sëm la dhe në këtë vend. Ma kapi për kame dhe më tërheqi dhe më qiti prej xhamis. Afër kësaj xhamis, përballë kësaj xhamis, ishte një furrë dhe një puk pjekës. Ta kur më pase në këtë gjendje, isha udhëtadhi lodhur i raskapitur,
i lagur, tha më pa në këtë gjendje më strehoj, tha tek fura e tij. Tha u strehova, dhe ai filloi të përgatit bukat, dhe duke pjekën bukat bante astaghfirullah. Derisa më tërheqi, vëmendjen ki njeri ka të shumë që thot astaghfirullah. E di kur e pyeta ata dhe i thash, t'ja ke zakon gjithnjë të thush astaghfirullah? Tha po vallah, tha për çka se s'ja kam pa hajrin asni sendit, ma shumë se fjalës astaghfirullah. Ta pastaj e pyeta dhe i thash, cilët të mira i ke pa? Prej fjalës astaghfirullah. Ta shumë të mira kam pa prej asaj. Ta po njënën prej atinve po e tregoj, për çka se sa herë që i kam thonë astaghfirullah, dhe ju kam lutë Allahut azza wa jall, vetëm Allahu ma ka plotësu dëshirën dhe mu ka përgjigje lutjes time deri ditën e sodit, përpos një lutjes dhe një duas. Ende Allahu azza wa jall s'mu ka përgjigj dhe s'ma ka plotësu dëshirën. Tha Imam Ahmedi, pasaj e pyeta dhe i thash, cilës lutje Allahu ende s'ju ka përgjigj, cilën dëshirë ende Allahu azza wa jall s'ta ka plotësu? Ta kam pas dëshirë që ta takoj imamin e ahli sunnetit, Imam Ahmed ibn Hanbelin, para se të vdes, dhe shpresoj që Allahu azza wa jall do të më plotëson dëshirën që ta takoj këtë imam të madh dhe ta shoh para se të shkoj te Allahu azza wa jall. Atëherë tha ju përgjigja dhe i thash, ja pra dhe kjo lutje e fundit, Allahu azza wa jall të përgjigj. Pa unë jam Ahmed ibn Hanbeli dhe kjo është lutja jote që Allahu azza wa jall e ban rejtarin e xhamis, që ta do bën Imam Ahmed ibn Hanbeli nga xhamia, dhe të bani Allahu shkaktar që më strehosh në këtë vend që të mirë sevapët dhe të plotësohet lutja jote që e ke bën Allahut azza wa jall. Pra do ledhë të ndërshëm, e pitën el-Bara ibn Azibin radiallahu an, një jeri dhe i tha, ja Aba Amara, cili është kuptimi i sakt i ajetit që Allahu thot në Kurani Kerim, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mos të hedhni veten tuaj në shkatërrim. Tha është për qëllim që njeriu ta hedhë veten e tij pranar armikut, apo cili është qëllimi i këtij ajetit. Bara ibn Azib, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjet këtij njeriu dhe thot, ajeti i cili është në fjalë, mos të hedhni veten në shkatërrim, tha është për qëllim e ka për qëllim atë njeri që Allahut azza wa jall i ka bon mëkat, dhe pasi që Allahut i ban mëkat, thot Allahu azza wa jall nuk i fal mëkatët, apo Allahu nuk ma fal mëkatin dhe gabimin tim. Kjo është njeri i cili e ka hedhë vetën e ati në shkatërim. Pa atë Allahu thot në Kurani Kerim, ja kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O robët e mi që i keni të i kalu kufit, o robët e mi që jeni gjit në mëkate dhe gjunahe, mos një mi shpresat, po këthenju Allahu të azza wa jall, se Allahu i falë të gjithë gabimet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të ishi ummet që nuk gabonim, sikur që të ishi ummet dhe njerëz që nuk bani gjuna, Allahu azza wa jall do t'ju kish shkatëru, dhe do t'kish pru popull të cilët gabojnë dhe i drejtojnë dhe kërkojnë falje dhe Allahu azza wa jall i falë. Pra Allahu i don ata të cilët i kthejnë Allahu azza wa jall. Thot Allahu në Kurani Kerim, inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që i kërkojnë falje. A doj Allahu azza wa jall ata që i pendohen atij. Dhe Allahu azza wa jall i don ata të cilët pastrohen. Pra ata tregohet me një ngjarje që një njeri i bani Allahu azza wa jall ibadet 20 vit. Pastaj vjen shejtani, e lajthit e mashtron atë njeri. 20 vite Allahu i ban mëkat. 40 vite
i jeton në digjenjë, e pas 20 viteve mëkat, i kthehet Allahu Azza wa Jall me këtë fjalë, duke i thonë: Ilahi, ata'tuka 20 sene, thumma asaytuka 20 sene. O Zoti jem, 20 vjet të adhurova, pastaj 20 vjet mëkat të bona. Fein raja'tuka ilejk, e të këbeluni, nëse të kthem ti o Zoti i madh, a do të mbranosh? 20 vite rebeluan ndaj Allahut Azza wa Jall, e pastaj i kthehet Allahu dhe i thot: o Zoti i madh, 20 vite mëkat të harruam, nëse të kthem te ti, a më pranon edhe një herë? Ta ndëgjuam një zot duke thonë: ahbabnak, ahbabtana, fa ahbabnak. Na deshte, të dashtëm, wa taraktana, fa taraknak. Na lave, të lam, wa asaytana, fa amhalnak. Na bone mëkat, na të lam të jetosh edhe më gjatë. Fa in raja'ta ilejna, qabelnak. Pra nëse në kthesh te ne do të pranojmë. Pra Allahu Azza wa Jall është ai i cili gëzohet me pendimin e njeriut, siç gëzohet një udhëtar që e ka humbur ushqimin dhe shpresat, kur ta gjen ushqimin apo mjetën e shpëtimit. Allahu gëzohet me pendimin e robit, edhe pse Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për pendimin ton. Allahu nuk ka nevojë për istighfarin ton. Allahu Azza wa Jall nuk i shton pasurinë e tij nëse ne përmirësohemi me Allahun Azza wa Jall, po nuk i bëhet dëm Allahut nëse ne rebellohemi me Allahun Azza wa Jall. Mirë, Allahu i don robët e tij. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i pranon. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i fal. Dhe thot në hadithul qudsi: ja ibadi, innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar. O robët e mi, ju jeni ata që gaboni gjatë natës dhe ditës. Wa ana aghfiru dhunuba jamia. Unë jam ai i cili fali të gjithë mëkatet. Fastaghfiruni aghfir lakum. Për juve çka kërkohet, vetëm që Allahu t'i bani istighfar, të thoni astaghfirullah. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra çdo ibadetit bante astaghfirullah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Abdullah ibn Omer, i cili thot: me një mexhlis pejgamberi Allahu qëndronte dhe thonte: astaghfirullah wa atubu ilej, ma shumë se 70 herë, ma shumë se 100 herë. Në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante astaghfirullah. Ai i cili ishte në kontakt me Allahun Azza wa Jall, dhe sa herë që u preokuponte me dunja, sa herë që u vrashtonte zemra që transmeton nga pejgamberi Allahut, ju kthente Allahut dhe thonte: astaghfirullah, astaghfirullah. Dhe kishte ka fjalti i dietarëve islam që e hecën rrugën e pejgamberëve të Allahut. Ibn Taymija rahimahullah thonte: kurse kuptojsha një çështje të dinit, kur më ngatroshin punë të dunjas, unë dalshta dhe banshta astaghfirullah, arritshta më shumë se 1000 herë. Allahu ma zgjeron të gjoksi, mi largon të brengat dhe problemat, të Allahu Azza wa Jall më bante që të kuptoj atë të cilën nuk e kuptosha. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i jep sukses vetëm atij që Allahu e ka zgjedhë dhe ka dallu. Pra dëlledhët të ndërshëm, në këtë hadith qudsi thot Allahu Azza wa Jall: o robët e mi, ju jeni ata që gaboni gjatë natës dhe ditës. Ju jeni ata që cilët zhiteni në mëkate gjatë natës dhe ditës. Çka kërkohet nga ju? Që të kërkoni falje dhe të bani astaghfirullah. Fjala astaghfirullah do të thotë: o Zot, na fal dhe mbulo. Fjala astaghfirullah o Zot, na fal mëkatin dhe gjunain, dhe na mbulo dhe mos na zbulo e mos na marro. Mos na marro në dunja, dhe mos na marro ditën kur ti ringjall që robët e ton ditën e kiametit. Pra atë fjala astaghfirullah është fjalë më e dashur te Allahu Azza wa Jall.
dhe nga cilësit e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e ka përshku vetën e ti Ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi, falës i mëkateve. Allahu Azza wa Jall, si transmeton Aisha radiallahu anha, që e piti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pyet pejgamberin Allahu dhe i thot: ja Rasulullah, nëse Allahu na mundson ta përjetojmë natën e Kadrit, çfarë na kishe porosit me çfarë lutje ti drejtohemi Allahut? Cila lutje më e preferuar, më e dashur natën e Kadrit, në kohën e hapjes së dirëve të qiellit? Cila lutje më e preferuar që t'i bëhet Allahut Azza wa Jall? I përgjigjet pejgamberi Allahut dhe thot: nëse e përjeton natën e Kadrit, thuaj: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Para të thonë të Muadh Razi, sikur që Allahu Azza wa Jall mos të jetë falës dhe mos ta kish dash faljen, nuk i kish lënë Allahu e rob që i don që të binë në mëkat. Që Allahu Azza wa Jall e la demin që të gabon, që Allahu Azza wa Jall e la demin që të hanë nga pema që ndaloj, kësë Allahu e don të faljen, e don të që rob të ti drejtohen Allahu dhe të kërkojnë falje. Pra të Ademi a.s. i drejtohet Allahut Azza wa Jall duke i thonë: Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zot i madh, ne jemi ata që kemi bon zullum ndaj vetes tonë. Ne jemi zullumqar që i keni bon vetes tonë. Me çka i banëm zullum vetes tonë? Që thot Sufjan ibn Uyeyne, nëse ke mundësi, së paku ati që e donë mos i ban pa drejtësi. E pitën Sufjan ibn Uyeyne dhe i thanë: a ka mundësi njeriu që ti ban dëm apo zullum ati që e donë? Tha: së paku mos i ban zullum vetës tënde që e donë ma shumë se çdo kënd. Mos i ban zullum me mëkate, mos i ban zullum vetës tënde me gjunahe. Pa të Ademi a.s. tha: Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zot i madh, ne jemi ata që i kemi bon pa drejtësi vetës tonë. Ti nëse nuk na i fal mëkatet, vërtet na do të jemi nga të humburit. Dhe transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij nga Abu Huraira radiallahu an, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nëse një rob i ban mëkat Allahut Azza wa Jall, e pastaj i drejtohet Allahut dhe i thot: o Zoti jam, unë jam ai që i kam bon pa drejtësi vetës tim, unë jam ai i cili e kam zgjidh vetën time në gjuna, dhe e di se vetëm ti i fal gabimet, më fal mua. Thot Allahu Azza wa Jall: ja pra robi im, e din se nuk ka Zot që e fal këtë njeri, vetëm unë. Tha: ja fal gabimet, pastaj gabon prap, dhe i ban mëkat Allahut Azza wa Jall, e pastaj drejtohet Allahut dhe kërkon falje dhe thot: astaghfirullah. Tha derisa në fund të hadithit pejgamberit Allahut tha: nuk i ban dëm gjunai këtij njeriut. Disa e keq kuptuan këtë hadith, duke menduar se gjunai dhe mëkati disave nuk i ban dëm nëse arrin shkallën e jekinit, shkallën apo postin e marifetit dhe kështu me radhë. Kjo hadithi pejgamberit Allahut në kuptohet, do me thonë, si thot Imam Nawaviu, nuk i ban dëm mëkati njeriut që e ka zakon ser që të gabon, që të kërkon falje prej onës Allahut. Çka e dëmton atë njeri mëkati, përderisa i kthehet Allahut Azza wa Jall dhe prej Allahut Azza wa Jall kërkon falje. Pra Allahu thot në Kur'anin e Kerim: yuridu Allahu an yatuba aleikum. Çka don Allahu prej nesh? Thot Allahu don nga ju që të shlihen prej mëkateve. Thot Allahu Azza wa Jall: yuridu Allahu an yatuba aleikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati
an tamilu mailan adhima. Allahu azza wa jall don që ti pastron robët e tij, ndërsa ata që e ndjekin epshin e tyre dëshirojnë që të zhitin në mëkate dhe me gjunahe. Pa transmeton Ebul Minhali, i cili ka thonë, nuk e ka shoqëruar njeriu në varr, nuk e ka shoqëruar një rob fqinj dhe kojshi më i mirë në varr se sa istighfari, fqinju më i dashur për njeriun kur të vetëmohet me Allahun azza wa jall, është fjala që e ka bon në këtë dunja. Astaghfirullah, e ka pranu se ka bo mëkat, e ka pranu se ka Zot që e fal mëkatet, dhe ka kërku prej atij që Allahu azza wa jall ta fale dhe ta pasroje. Dhe thot Hasan al-Basriu, akthiru min istighfar fi buyutikum, bani istighfar shumë në shtëpitë tuaja, bani istighfar në sofrat dhe triezët tuaja, bani istighfar në rrugët tuaja, bani istighfar në tregët tuaja, bani istighfar në mexhliset tuaja, nga se nuk e dini kur Allahu azza wa jall e zbret faljen dhe ja pranon duan. Pra vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall zbret në pjesën e natës së fundit të i drejtohet robëve të vet duke i thonë, men yastaghfiruni faghfir lah. A ka dikush që bën istighfar në këtë zaman, që unë jam ai i cili ja fali mëkatin? Allahu i lavdron ata të cilët ngritën në pjesën e kësaj nate, vetëmohen me Allahun azza wa jall dhe bojnë astaghfirullah. Doja më mirë, loqja më mirë në kohën e sifirit, a fjala astaghfirullah. Pra të Allahu azza wa jall i lavdroi disa robë të cilët në kohën e sifirit Allahu azza wa jall i o drejtuan me istighfar. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wa bil ashari hum yastaghfirun, dhe në kohën e sifirit bojnë astaghfirullah. Imam Ibn Taymija u zgjonte në mëngjes dhe përmendte Allahun, dhe shumë thonte astaghfirullah. Dhe thot Ibn Qayyimi, nëse dërhinte dikush ta pyet Ibn Taymijan, Ibn Taymija o përgjigje dhe thonte, më leni që ta marr ka fjaltin e plot, nga se nga këtu unë e përfitoj fuqin e të ditës së sotme. Ka fjalti Ibn Taymijas ishte fjala astaghfirullah në mëngjes. Ka fjalti Ibn Taymijas ishte pendimi te Allahut azza wa jall në mëngjes. Pa atë kjo është kishte sunneti pejgamberëve të Allahut. Ademi alayhis salam kërkoi falje prej anës Allahut. Nuhi alayhis salam kërkoi falje dhe bani astaghfirullah shumë, derisa Allahu e përmeni në Kur'anin e Kerim doan dhe lutjen e Nuhit alayhis salam, ku jo drejtu Allahu duke thonë, Rabbi ighfirli wa li walidej, o Zot më fal mua dhe më fal prindtë mi, wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minin, dhe ata të cilët hinë në shtëpinë time dhe janë besimtar dhe besimtarët. Ibrahimi alayhis salam lakmonte ditë shpej Allahut azza wa jall. Çfarë lakmonte Ibrahimi alayhis salam? Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Ibrahimi alayhis salam ta unë jam ai i cili lakmoj që Allah mi falë dhe shlije gabimet në ditën e gjykimit. Ibrahimi alayhis salam kishte nevojë për fjalën astaghfirullah. Musa alayhis salam qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Jo drejtu Allahu duke i thonë, o Zot, më fal mua dhe më fal vëllaun tim, dhe në më ban pjesëmarrës në rahmetin tan. Allahu azza wa jall e urnoi pejgamberin e Allahut që të bën istighfar, që Allahu than në Kur'anin e Kerim, i tha Allahu azza wa jall pejgamberit Allahut, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Tha thuaj, dije që Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Wastaghfir li dhanbik, kërko falje për mëkatin tan. Pejgamberi Allahut atë shumë Allahut i bani istighfar derisa
meritoj mishdën që Allahu e paralajmëroi në Kur'anin e Kerim, që Allahu Azza wa Jalla zbriti në suratul Fath dhe i tha pejgamberit Allahut: Inna fatahna laka fathan mubin liyaghfira laka, që Allahu Azza wa Jalla ti falë mëkatet e sipozuara që i ke bo dhe mëkatet nëse sipozohet që i ban. Pra Allahu Azza wa Jalla këtë mish dhe ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak se shumë bani istighfar dhe për shkak se kërkoi falje prej Allahu Azza wa Jalla, dhe kishte zakoni i besimtarëve të mëparshëm që Allahu i lavdroi në Kur'anin e Kerim, që tha Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. Dhe nuk ish fjala të parëve ton e besimtarëve të mirë, vetëm se o Zot na fal neve. Pra te Ebu Musa Ashariu radiallahu ta'ala an na tregon Ebu Musa, i cili thot di sigurime kiamet i posedoj. Njani nga sigurimet e mor Allahu Azza wa Jall, pra sigurimin nga dënimi Allahut në dunja është sigurimi istighfarit. Ebu Musa Ashariu tha kiamet i posedoj di sigurime që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin e Kerim: wa ma kana rabbuka liyu'adhibahum wa anta fihim. Allahu nuk e ndëshkon një popull përderisa ti je në mesin e tyre. Përderisa pejgamberi Allahut ishte gjallë, Allahu nuk e ndëshkon një popull. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim: wa ma kana rabbuka liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Dhe Allahu nuk e ndëshkon një popull përderisa ato i bojnë istighfar dhe kërkojnë falje. Ebu Musa Ashariu tha njani prej siguresave e kishmi derisa ishte gjallë pejgamberi Allahut. Vdiq pejgamberi Allahut, na u nashkalu dhe u largu një sigurim, na ka me dhe vetëm një sigurim. Nëse e nashkalojmë dhe harrojmë dhe këtë lloj të sigurimit, zbret ndëshkimi Allahut Azza wa Jall, zrep dënimi Allahut Azza wa Jall, nga se umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i hum të di sigurimet. Pra kja sigurimi istighfarit që Allahu Azza wa Jall me anë të istighfarit, me anë të kërkimit të faljes, Allahu Azza wa Jall e mbëron ato ummet që mos jetë nga zullumqarët. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dhe ata të cilët nuk pendohen te Allahu, ato janë nga mizorët zullumqarët. Pra ata të cilët nuk thojnë astaghfirullah, janë ata të cilët mizorët, të cilët i kanë bon pa drejtësi vetës atyre. Parat transmeton Ebu Said el-Khudriu radiallahu an, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka thon Iblisi: wa izzatik la brahu ughwi ibadak ma damet arwahuhum fi ajsadihim. Pasha madhin tone betohet Iblisi dhe thot: pasha madhin tone o Zot, kam i lajthit dhe kam i mashtru për derisa shpirtat i kanë në trupat e tyre. Dëgjoni Allahu çka i përgjigjet Iblis: pasha madhrin tonë, që thot Iblisi, kam i lajthit dhe kam i mashtru që të binë në mëkate dhe gjuna, përderisa janë gjallë dhe i posedojnë shpirtat në trupat e tyre. I përgjigjet Allahu dhe i thot: wa izzati wa jalali, pasha madhrin time, la zalu aghfiru lahum mastaghfirun. Ta do t'i shlijej nga mëkatet, do t'i pasëroj nga mëkatet, për derisa ata kërkojnë falje dhe bëjnë astaghfirullah. Pra Allahu Azza wa Jall i kja këthen Iblisit dhe i thot: s'ke mundësi ti që të i lajthiq ummetin që ban istighfar. Pa transmetohet me një transmetim që thuat: njerëjo e ban një mëkat e pastaj atë shumë kërkon falje derisa të hinë xhennetin e Allahut, dhe thot Iblisi me vete: a sikur mos ta kisha mashtru të ben në mëkat. Për çka se atë shumë kërkon falje prej onës Allahut, dhe me anë të kërkimit të faljes
e meriton xhennetin e Allahut, derisa i bën pishman iblisi, pse e mashtroi ditën e parë që të bën në mëkat. Pa transmeton Abdullah Mesudi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili thot astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay, tha i falen mëkatet që i ka bon, qoftë edhe nëse ka hik prej gjihadi. Çka thot pejgamberi Allahut? Fjala astaghfirullah është me peshë të madhe të Allahut. Pra i cili thot astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay. Ta Allahu azza wa jall për shkak kësaj fjale ja fal mëkatet, qoftë edhe ka bon mëkat të madh dhe ka hik prej frontit, prej vijës së parë. A ne të gjithë dim se vejkja nga fronti dhe ballafaqimi i armikut është nga mëkatet e mëdha. Pa transmeton Shaddad ibn Ausi, i cili ka thonë, zotëriu i istighfarit është të thot një rob, Allahumme anta rabbi, o Zot ti e Zoti jem, la ilaha illa anta khalaqtani, ti i vetmi që me drejton adhurimin dhe i vetmi që më ke kriju mua, wa ana abduk, dhe unë jam robi yt, wa ana ala adike wa wa'dike mastatat, dhe unë jam premtimin dhe besën që ta kam dhonë sa kam mundësi dhe fuqi. A'udhu bike min sharri ma sanat. Kërkoj srehim nga tim, nga gjithë gabimet dhe mëkatet që i kam bo. Ebu leke bi ni'metike alej. E pranoj dhe i pohoj begatit që më ke stolis ti mua. O ebu bi dhembi faghfirli. Dhe pranoj që kam mëkatet. Pranoj që kam lëshime dhe gjunoa, para të lutem që të më falsh mua, fe innehu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe nuk i fal mëkatet vetëm ti. Kja koka e istighfarit, zotërio e istighfarit. Istighfari më i mirë që i bëhet Allahut azza wa jalla kip. Çfarë problemi ka ai që e bën? Thot pejgamberi Allahut, ai që e thot istighfarin në mëngjes, në këtë lloj të istighfarit në mëngjes dhe vdes para se me zona akshami, do të hijen xhennet. Dhe ai që e bën këtë lloj të istighfarit në mbrëmje dhe vdes para se me dal agimi u mëngjesit, do të hijen xhennetin e Allahut azza wa jall. Pra Allahu të ndershëm, Allahu azza wa jall e madhëron e çmon fjalën astaghfirullah. Na transmeton Enes ibn Malik, i cili thot, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë Allahu azza wa jall, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubal. O biri Ademit, përderisa kërkon falje nga unë, përderisa shpreson tek unë, ta ti fali mëkatet dhe nuk e kam dert as pak. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عناء السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. O biri Ademit, sikur që gjunat e tua, mëkatet e tua, atë shumë ke mëkate sa që e arrin kupën e qiellit, prej në tokë deri në qiell. Nëse ke mëkat, pastaj tha më drejtohesh me fjallën astaghfirullah, o Zot më fal. Tha ti fali, ti shlijej të gjithë këto mëkate dhe nuk e kam derë. Me fjallën astaghfirullah, shlijen të gjithë mëkatet, qofshin mëkatet prej në tokë edhe në qiell. Pa atë pejgamberi Allahut, tha se Allahu azza wa jall e ka derën e pendimit të hapur. Dera e pendimit, gjerësia e së cilës asa mes lindjes dhe perëndimit. Me transmetim, gjerësia e derës e pendimit është
70 vite në ka me hec. Njeri të Abdullah Mesudi, dhe në kohët për gjunojnë dhe mëkatin që e ka bon. Dhe i thot Abdullah Mesudi tjeb Abdurrahman, ka bo këtë mëkat dhe këtë mëkat. A ma falë Allahu Azza wa Jall, dhe Abdullah Mesudi e këthen shpinën dhe nuk e shiqon dhe nuk i flet. E pas taj e këthej kokën Abdullah Mesudi, dhe e pa këtë njeri duke i rjedh si të lot. E ju drejtu Abdullah Mesudi këti njeri u dhe i tha ndëgjo vllai dashur, tha numri i dirve të xhenetit jashtë 8. Në hapjen dhe mbylljen e çdo derës së xhenetit, është një melek i angazhuar me ta. E hap dhe e mbyll. E hap dhe e mbyll. Përveç se me laqja e derës së pendimit, e le të hapër derën e pendimit, derisa të linde dielli nga perëndimi. Dera e pendimit nuk mbyllet as natën as ditë. Dera e pendimit lën jetë e hapër për ata që dëshirojnë të futen në xhenetin e Allahut, për ata të cilët dëshirojnë të pajtohen me Allahun. Për ata pejgamberi Allahut, inna Allah yubsitu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar. Allahu e shtrien dorën e pajtimit gjatë ditës, që të pendohet ai që Allahu t'i ka bo mëkat natën. Dhe Allahu e shtrien dorën e pajtimit gjatë natës, që të pendohet ai që i ka bo gjuna Allahut Azza wa Jall gjatë ditës. Megjithatë, kalojnë ditë, kalojnë javë, kalojnë muaj, pa kalojnë dhe vite. Gjua jon nijet e ronë me fjallën astaghfirullah. Më tregon një gjalosh, tregon një iri i cili thot, s'kalon derë pa trokit, me gjithata të gjithë dirt e punësimit i gjeta të mbyllur. Derisa një ditë rastësisht lexosha Kur'an dhe kalova tek ajetët që flasin për fjallën astaghfirullah. Ta pasha Allah, s'ka kalu vetëm disa ditë, ma cingron telefoni ma shumë se një herë, që mu kanë paraqitë ma shumë se një punë. Pra ata të cilës në gjejnë punë halal, të trokisin dirët e qiellit, të bojnë astaghfirullah, që Allahu Azza wa Jall është falës. Dhe tregon një grua, e cila thot pasha Allah, burri jem ka qenë në gjendje të jahiljetit, derisa më kërcnu duke thonë, edhe njëherë, nëse ma lin një vajzë vëllai kime shku të baba jotë. Tha, atë vitë mos pitë se si kam jetu. Me gjithata, ta mbështetën Allahun Azza wa Jall. Gjoja ime natën dhe ditën s'ka pushu nga fjala astaghfirullah. Derisa erdhën ditët e lindjes, shkoha në spital si shë informum. A do tjetë vajzë që do të kenë përfundimin pas disa vite e martes tek baba im, apo Allahu Azza wa Jall është ai cili përgjigjet robëve të tij. Ju lutë Allahut fort. Nuk ka pushu gjua ime nga fjala astaghfirullah, që Allahu Azza wa Jall të mbegatohe pas disa viteve, pas disa vajzave me gjallë. Pra Allahu Azza wa Jall as ka thonë Kurani Kerim, amma yujibul muttarra idha daa. Kush është ai cili përgjigjet nevojtarit, cili nga ne nuk është nevojtar. Ja ju anas, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të nevojshëm për Allahun. Allahu thot, ju nuk jeni të nevojshëm dhe fukara për të qertë. Ju jeni fukara për Allahun. O banët pasanika, apo nevojtar për të qerët. Shiquat gjepët e qerve, depot e qerve, pozitat e qerve, dhe arruam se ne jemi të nevojshëm për Allahun. Tha ja ju nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të varfër për Allahun. Kusha që qetson dhimbjet, a nuk është Allah? Kusha që tret ushqimin, a nuk është Allah? Kusha që trokitin trahjet e zemrës, kusha e ban që të trokitin, a nuk është Allah? Kusha që siguron frimarjen, a nuk është Allah? Kusha është ai cili largon mbrengat, a nuk është Allah? Kusha dhe kusha? Për ata ne jemi të nevojshëm dhe fukara
për Allahun azza wa jall, wallahu huwal ghaniul hamid, i vetmi i pasur, i falënderuar që s'ka nevojë për ty, ti je i nevojshëm për Allahun tan, është Allahu azza wa jall. Pra do lejo të ndërshëm, transmetohet me një hadith që e ka nxjerr Abdullah ibn Ahmedin musnedin e tij, te Sheikh Albani, për këtë hadith thot hadithi është i vërtet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajben li mu'mini la yaqdi Allahu lahu shay'an illa kana khayran la. Vërtet është të çudit me besimtar. Nuk e godet një goditje, nuk i vën një caktim vetëm se është hajër për ta. Për këtë hadith e pyetën Ibn Taymiyan dhe i than, çdo caktim. Tha edhe gjunoi është hajër për muslimanin? A dhe mëkati dhe gjunoi është hajër për besimtarin? Ndëgjoni çka u përgjigj Ibn Taymiyan. Ai i cili Allahu azza wa jalla ngeriti një pozitë të lartë dhe Allahu ja hapi dritën e zemrës së tij. O përgjigj dhe tha dhe mëkati është hajër për muslimanin nëse e shoqëron istighfari. Edhe muslimanin, edhe mëkati dhe gjunoi hajër është për ta nëse e shoqëron istighfari. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Sikur ata kur i banën mëkat vetës së tyre, të kishin ardhur te ti o Zoti i Madh, të kishin kërkuar falje, do të kishte qenë hajër për ta. Pra lejo të ndërshëm, istighfari është hajër për besimtarin, qoftë nëse dhe njeriu e zhidë vetën në mëkate dhe gjunahe. Gjashtu, Allahu na tregon në Kur'anin e Kerim, sebebi fuqisë, sebebi kuvetit, që kemi panet e baballarët tonë, që tregohet për një plak i cili, tha ishmi me një udhtim një plak 100 vjeçar, arritëm deri te një lum, tha kejt bëjshmi hesab me këci lumin, s'na i mirë ke menja as njonit prej neve dhe atinve të cilët kcejnë 3 hap. Plaki tha largom një shloma një udhën. Hecnë, ju që një rrit me margarin, tha rrini për mas. Edhe erte lumi, pa morë hës ta dul në tonë. Edhe pëna u që ditëm po i thëjmë plakut, o plak, pika këtë fuqi, tha na e rujtëm vetën tonë prej mëkate dhe gjunave në rini, Allahu po na runë pleçni. Na jemi ata të cilët. E rujtëm dinin e Allahut kër ishmi të rinjë. Allahu azza wa jall, a falemderuas, po na runë pleçni, e nëse e rujtëm vetën tonë në rini, Allahu s'na las mu plak, u plakëm në për shtrata. Pa atë Allahu thot në Kur'anin e Kerim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, o popullim, kërkoni falje dhe bani istighfar, thumma tubu ilej, dhe pendoni Allahut, yursili sama aleikum midrara. Allahu ja çon shiun me bollëk. Njani prej neve thot të na hitë se të thoni istighfar, ama u mitëm shi. Kja është pe alametit kiametit, që ka thot pe ameri Allahut ka me arë një dit, që i ka me zbrit shi me bollëk, s'ka me pas bereqet në ta. Ka me ardh një dit, që shi keni me pas me bollëk, me gjithata s'ka bereqet në ta. Dhe pleç të për para thëshin, në thatësi merë diçka, ama me shi s'merë kur gjo. Pra leo të ndërshëm, yursili sama aleikum midrara. Allahu azza wa jall ja çon shiun me bollëk në kohën e dur. Në kohën kur i duhet bujkot, e jo në kohën kur si duhet. Dhe thot pejgamberi Allahut, walau lal bahaimu lam tumtaru. E kishi që bobet ja pendon se bash për ti është drip. Këto janë të zbrit për pulat e tua që i ke në shtëpi. Cekur mes me qenë kafshët, tha Allahu azza wa jall, do ta kish nal pikën e ujit nga qielli. Ditën kur vjedhët në kandar, ditën kur nuk jipat zeqati, ditën kur publikot kooperacia, Allahu e ndal shiun nga qielli, tha mos me qenë kafshët, mos me qenë në hajvanati, tha Allahu nuk i zbrit pik shiu. Për ata në kone Sulejmanit a.s. Pat një vit thatësi dhe Sulejmani a.s. Del që ti lutat Allahut
që Allahu Azza wa Jall të zbret shi dhe në mesin e rrugës kthehet Sulejmani a.s. dhe i thot xhamatlive të tyre, kthenu se do të bjerë shi, s'ka nevoj që të dalmi të kërkojmë shi. E pisi Sulejmani a.s. pse? Tha për çka se e pash një bubërrec duke kalu dhe na duke dale në kodër. E pash një bubërrec që shëra në shpin me kom të përpjet dhe po i thonë të o Zoti i madh, a dhe neve po në ndëshkon për shkak mëkatit dhe gjunat të birit të Ademit. O Zoti i madh, kërkojmë falje për neve dhe për to. Të lutem o Zoti i madh na i zbret shiun nga qielli. Sulejmani a.s. e dinte se duaja dhe lutja e këtine të pafajshmit Allahu e pranon dhe Allahu e zbret shiun nga qielli. Pa atë Allahu thot në Kur'anin e Kerim, istaghfiru rabbakum, kërkoni falje prej Allahut, bani istaghfirullah, yursilis sama aleikum midrara, ja çon Allahu Azza wa Jall shiun me bollok, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dhe Allahu ja shton fuqien mbi fuqin të cilën e posedoni. Pra mi të shtupi proteina, me gjithata miskulatura kur qish nuk bëhet, vetëm sikur pumpatën ato pullet me ajrë të bëhet miskulatura jote. Pas dijave hup s'ke kur gjo as fuqi. Pse? Për çka se fuqia e falsifikuar. Ndërsa Allahu Azza wa Jall ka premtu, maniera e fuqis a të bëjsh istighfar. Të proteinat e Allahut janë fjala astaghfirullah. Ja ashtu, fjala astaghfirullah ja largon belat dhe problemat nga jeta juaj. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu Azza wa Jall nuk e ndëshkon një popullin përderisa bani istighfar. Ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Çka nevojë Allahu t'ju ndëshkoje nëse jeni mirinjos ndaj Allahu dhe besonin Allah. Çfarë nevojë Allahu ka t'ju ndëshkoje? Që Allahu do me thonë, me këta jetë do të thotë që Allahu nuk ju ndëshkon, përderisa ju jeni mirinjos ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra fjala astaghfirullah është kaq që e zbardh zemrën. Është kaq që e zbardh zemrën. Pra ata një profesor, një hoqë, e bani një probë, e mushin një gotë ujë të pastër, dhe në ta, pastaj qiti në mesin e gotës ngjyrë të zezë, dhe kejt gota u bo e zezë. E pastaj, si të paston ujin cili amrena i zi, që nuk kena që dërgot për pësaj gotë, dhe e mor qeshmen, apo një shishe, dhe po thot, astaghfirullah, 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 ngjira duke u zbe, derisa humbi, ngjira e zezë, tha kja është hadithi pejgamberit Allah. Hadithi që e transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi Allah, sa herë që biri Ademit të ban gjuna, njolloset një pikë e zezë në zemrën e tij, e nëse ai ban astaghfirullah, pastërohet zemra, e nëse nuk ban astaghfirullah, tha vulloset zemra e tij, derisa të nxihet të bëhet korb të non-limishk, dhe kjo është aran që e shqipton Kurani Kerimi, kella bel arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kështu më bështjellën zemrat e tyre, për çkak mëkate dhe gjunave të cilët i ban. Lejo të ndërshëm strehim në arshin e Allahut me fjalën e astaghfirullah. Thot pejgamberi Allahut, 7 lloj njerëz do të strehohen nën hijen e arshit të Allahut. Njëri nga ato, thot ai cili u vetmu me Allahun e vet. Ju kujtuan gjunat e vet. Bani astaghfirullah shumë derisa i rrjedhën lotët qajti për Allah. Allahu Azza wa Jall ka premtu strehim nën hijen e arshit të Allahut, dhe fjala astaghfirullah është ndriçim i rrugës së siratit. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kujt Allahu nuk i jep ndriçim dhe dritë, s'ka për të pas dritë. Kujt Allahu Azza wa Jall
nuk I jep dritë, s'ka për të pas dritë. Fjala astaghfirullah, siç ka thonë dietarët, ndriçim te ura e siratit. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma. Ditën e Kiametit Allahu nuk poshtërson, nuk marron pejgamberin e Allahut dhe ata që besuan me ta. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim. Të ndriçuar pranë tyre dhe anën e gjatë. Rabbana wa yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Dhe ato thojnë, I thojnë Allahu të Zot plotësona dritën tonë, waghfir lana. Në fal, pra thojnë fjalën astaghfirullah. Nga kjo ajet ka thonë dietarët se njeriu e fiton dritën te ura siratit me anë të fjalës astaghfirullah, dhe fjala astaghfirullah është shkak për të hyrë në xhennetin e Allahut. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Nxitoni drejt faljes së Allahut azza wa jall. Me çka të nxitojmë? Me çka të vrapojmë? Me fjalën astaghfirullah, që të hini në xhennetin e Allahut, ku gjerësia së cilit asat toka dhe qielli. Gjithashtu fjala astaghfirullah është shkak që njeriu të lartësohet në xhennetin e Allahut. Transmeton Ibn Majah dhe Imam Ahmedi për këtë hadith. Sheikh Albani thot se hadithi është I mirë. Tha një njeri, tha e gëzon xhennetin e Allahut një pozitë që nuk e shef me veprat e tij që e ka meritu të jetë në atë pozitë. Tha njeri, tha gradohet, lartësohet në xhennetin e Allahut, derisa e din fort mirë se s'ka mujt ai të arrit këtë pozitë me anë të punëve të vetë. Për ata e pyet Allahun dhe I thot, pika e fitova këtë. Thot Allahu I përgjigjet dhe thot, për çka luçjes istighfarit që e ka bon gjali jot për ty, për çka kërkimit të faljes që e ka bon e vladi jot për ty. Pejgamberi Allahut, kur e vorroske një të vdekur, thonte, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kërkoni falje për vëllaun tuaj, nga se ai tash po pytet. Pra për të hyrë në xhennetin e Allahut, për t'i largu brengat, për të shtuar rizko, për të begatu me fëmijë, me të mira në këtë dunja, dhe për të begatu me xhennetin e Allahut, është e vetma rruga e istighfarit. Pra le të jetë model pejgamberi Allahut dhe gjithë pejgamberët e Allahut që nuk pushon të gjuha e tine. Nga fjala astaghfirullah, le të mësohet gjuhët tona, duke I bo Allahut azza wa jall astaghfirullah, që të fitojmë atë që e premtoi Allahu azza wa jall. Lusim Allahun azza wa jall që Allahut na I fal mëkatet, na lartësojë në xhennetin e Tij dhe të na ban gjuhët tona të njoma me fjalën astaghfirullah, wastaghfirullah wa atubu alayhi, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.